Në Bogorodic, pritja është rreth 30 minuta për të dalë nga vendi drejt Greqisë. Për hyrje në Maqedoni të Veriut, përmes këtij vendkalimi kufitar, lidhja Automoto e Maqedonisë nuk raporton pritje më të gjata. Sipas tyre, fluks të shtuar të trafikut ka pasur edhe këtë mëngjes në rrugët e vendit, ndërsa siç thonë ata, vëmendje të veçantë duhet të tregojnë ata që kthehen nga Greqia ose udhëtojnë drejt Serbisë. Sipas informacioneve nga lidhja Automoto e Maqedonisë, në Tabanoc pritet rreth 40 minuta si për hyrje ashtu edhe për dalje. Megjithatë, situata mund të ndryshojë shpejt, veçanërisht gjatë ngarkesës së trafikut të së dielës. Të shtunën në Tabanoc dhe Bogorodic pritjet kanë shkuar deri në 1 orë. Sot është në fuqi edhe regjimi veror për automjetet e rënda transportuese. Në rrugët shtetërore ndalohet qarkullimi i automjeteve me peshë totale mbi 15 ton nga ora 9 deri në orën 22. Në segmentin Shkup-Ohër-Shkup, ndalimi për automjetet transportuese mbi 7.5 ton vlen nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 22 me përjashtimet e parashikuara. Lidhja Automoto e Maqedonisë njofton se rrugët janë të thata, por trafiku jashtë zonave të banuar është i shtuar dhe siç thonë ata, nëse sot po ktheheni nga pushimet, kontrolloni gjendjen në Bogorodic menjëherë para nisjes, pasi koha e pritjes mund të ndryshojë brenda vetëm pak orësh.